Ndërkohë Sali Berisha e konsideron paketën e maleve të prezantuar nga kryeministri Edi Rama si mbjellja e farës së armiqësisë dhe vëllavrasjes. Sipas Berishës, nuk mundet që toka t'i merret pronarëve për t'u dhënë kujtdo investitori. Ai që do bënte investimin, problemin do e zgjidhte me pronarët. Qofse kishte përzgjedhur një tokë që ishte me pronar. Dhe në veri tokat kudo janë me pronar. Por në fakt në veri më shumë se kudo se nuk ka shumë tokë. Ta dish këtë. Toka është me shumë me pakic, se është malë, shkrepa, është pyje, është po. Kështu që me këte që po bën, vetëm po mbjell faren e armiqësive dhe vëllavrasjes. Dhe unë ftoj investitorët mos të prekin tokën e tjetrit. Mos prekin tokën e tjetrit. Nuk ka moral kur ti rrëmbesh tokën tjetrit. Bëju bashkë investor me te, bine se tokë edhe ajo që është komunale, që është shumë interesante, është vërtet komunale. Ato që quhen bjeshk, ato janë dy, me pronat është dy origjina. Njëra është private, nuk janë shumica, janë pakica. Po tjerat janë komunale dhe kanë qenë komunale në shekuj. Çka do thot që ai komunitet është pronari tyre. Dhe ti pa ujdina ati komuniteti pse je shtet s'mund të prekish as një centimetër. Është tokë e ati komuniteti. Pra, ç'po bën ky? Ky po merr baron të drogës dhe po i nërsen kundër tokave të qytetarëve. Jo, ky është krim. Ky është krim. E kuptoni, jo 12 vite ai ka investuar në gjithë rreth të veriut, më pak se në një rreth të kategorisë tretë në zona tjera. Dhe tani thet për paketën e maleve. Ajo është paketa, e tregoj me paketën e maleve, e tregoj me thethin, që u sull më keq se çdo pushtues. Më keq se çdo pushtues. Shkatroi 100 objekte. Del në Sulbic, spionojnë patronazhistat, apo kanë xhelozi dhe i prish tjetrit objektin. Duke mos patur asnjë lloj plani absolut. Sepse s'ka investuar 100 dark, nuk investojnë, s'ka investuar 100 dark. E kam thënë dhe them, sigurisht duhet këtë plan. Dhe sigurisht askush s'mund ndërtoj kudo që don. Jo, se duhet menduar perspektiven. Ato duhet zhvillohen siç kanë qenë, me stane guri, muri thatë, dhe të mbuluara me dru ose me plisa, kanë qenë të sistemuara. Kanë pas ujrin, kanë pas rrethimet, kanë pas të gjitha, kanë qenë bashkësi. Pra, po ta marrë kështu një qytez e vockel fare, ose një fshat i vockel, pa ama i sistemuar. Kjo nuk do thot që të shkojnë dhe ndërtojnë kudo, jo. Po kjo do thot që shteti do shpenzoj për ta, do t'ja u bëj planin, ku do ndërtojnë. Dhe është fati madh që po ndërtojnë shtëpi. Është fati madh. Po kalohet nga koha e mureve të thata në kohën e mureve dhe ndërtimeve solide. Ky çon fadromat, pse spionojnë patronazhistat dhe i prishin punë, ja u shkatron për qëllime politike banesat.